Është vlerësim profesional i stafit ZRS që shihet mesatarisht, ajo bilet thot ajo tarifa është mesatare. Mund të ketë kategori tjera të konsumatorëve që të kenë barën më të madhe të kësaj. Kjo është nevoja për të reflektuar një pjesë të importit që është importuar vitin e kaluar, edhe nevojat për vitin e ardhshëm. Kryesisht dy komponente kryesore janë çmimet e importit dhe kostot e rezervave, ndoshta një pjesë e kanë keq kuptuar edhe që është to shërbime ndihmëse janë çato shërbimet ose çaj gjeneratori që qëndron nga dishmëri për më na furnizu kurdo që Kosova B ose Kosova A del nga sistemi me e zaventsuqat energji dhe çajo kosto me qenë se është ballë mediatike, çajo është kosto e shërbime ndihmëse që është rreth mbi 40 milionë euro. Me vetëm me arsye që mos me pas ndërprerje kurdo që këto bloqe janë jashtë sistemit. Prandaj mos e konsideroni këto se që zërreja apo ka dëshirë me rrit çmimet e energjisë elektrike, po këto janë mundësitë në treg. Shpresojmë që do të kemi çmime më të favorshme në vitet në vazhdim, edhe shpresojmë që do të kemi kapacitete gjeneruese vendore e mos të kemi nevojë me importu atë sasinë e energjisë, edhe shpresojmë që këto biznese që janë bashkërisht me neve do të shikojnë mundësinë me investu në kapacitete shtesë që do të na ndihmojnë edhe këto vetë si biznese, po edhe neve si qytetarë që me pas çmime sa më të favorshme për konsumatorin tonë.